Si e gjetët thirrjen tuaj për t'u bërë prift? Si e kam gjetë thirrjen? Dëgjoj, në Shqipëri besoj jo vetëm unë, por gjithë meshtarët që jemi, që veprojmë në kishën katolike në vendin tonë, është e pamohueshme dhe pa mujtun që të mos ketë një frymëzim para atë çka ishte kisha katolike e shekullit kaluam, dëshmia e saj dhe rezistenca e saj. Në fakt, në vitin 1945, në Shqipëni për sistemit komunist filloi një masakrim i të gjithë klerikëve katolik. Por aq sa ishte... Jo vetëm katolik. Gjithëve, sigurisht i gjitha besimeve fetare, pa diskutim. Po në këtë rast po flas në raport me zgjedhjen time personale. Dhe aq sa ishte ky masakrim, do të thotë kjo prandjekje ndaj kishës katolike, ndaj klerikëve katolik në këtë rast, aq e madhe ishte edhe rezistenca atyne. Dhe mu personalisht njohja, kontakti, raporti, zbulimi këtyne figurave, ka shkaktuar brenda meje një frymëzim dhe një inspirim për atë çka në të vërtetë ato ishin dhe në mënyrë të veçantë për kauzën që ato përqafun. Për të vërtetën që ato zgjodhen për ta jetu dhe për ta mbrojtur deri në ditë të fundit të jetës. Këto ndoshta do të na duhet të rrinim me ore tëra për me shpjegue, për me pa profilet e jashtëzakonshme të këtyre personave. Lirin fenomenale që kishin brenda personit të tyre. Atë veprën e tyre madhështore që tregonte se si njeriu edhe në kushtet më të vështira të jetës arrin të ruajë atë lirin që është themeli bazë i dinjitetit të njeriu. E kjo liri arrihet mu rujt vetëm kur njeriu zbulon e përqafon të vërtetën. Ato e kishin gjetë vërtetën, edhe nuk kishte asnjë diktaturë, asnjë përpjekje sadomizore qoftë që t'ju hiqte. Dhe në fakt njohja, zbulimi, raporti nëpërmjet librave, nëpërmjet dëshmive edhe familjare, edhe të vendit, unë vjen nga Shkodra, edhe as kërkosh ma mirë se sa në Shkodër nuk din për me dëshmu, nuk dëshmojnë për madhështinë e këtyre njerëzve, ka shkaktuar në mu këtë pasion, këtë dëshirë edhe këtë thirrje, ndoshta për të kenë, si ato ndoshta është e vështirë, por do të thotë për të përqafuar atë çka ato përqafuan e përfaqësuan. Kishe më para tradit në familjen tënde të angazhimit të kësaj natyre? Jo. Për ne do të thotë ndryshe për shembull për vëllezërve ortodoks apo për përfaqësuesve të besimeve të tjera që shpeshherë kanë edhe këtë mundësi edhe këtë pasuri, do të thoshte që me pas pjesë familjare të cilët ndoshta më përpara banin me priftin apo hoxhen, nuk mund ndodh sepse sigurisht se gjithë e dim ne jemi të rritit latin, jemi katolik të cilët nuk kemi, do të thotë, një trashëgimi direkte personale familjare në shumë pak raste. Pyeta në kuptimin se ndodh të fisit apo të familjes largë. Por jo, unë vit do të thotë jam meshtar i vetëm ndoshta në familjen time paktën në 100-150 vjet derisa arrim me kujtu breznitë e kaluara. Dhe si u prit nga prindrit e tu zgjedhja jote? Pati rezervë, pati stepje? Unë vin nga një familje katolike, tradicionale, praktikante, dhe me thanë që të kanonit prift nuk është diçka e huj, nuk është diçka do të thotë që mund shkaktoj një tërmet, do të thotë për çka. Jo, po gjithsesi. Por sigurisht është për çdo familje qëndron ajo që ju thatë më përpara, në sensin